Fia e dritës, një djalë i ri, ardhi jetonte në një fshat të vogël me smaleve. Çdo mëngjes zgjohej herët për të ndihmuar babain në ar. Pastaj shkonte në shkollë, lodhur e shpesh pa bukë në çantë. Një ditë, i ulur mbi një gur, ai pa një flutur që mundohej të dilte nga kokoni i saj. Ardi deshi ta ndihmonte, por gjyshi që e pa nga larg i tha: "Mos e prek biri im. Ajo duhet të luftoj vetë që të forcoj krahët. Nëse e ndihmon, s'do të mund të fluturoj kurrë." Ardi e dëgjoi dhe pa me durim fluturën që doli më në fund e lodhur, por e lirë. Vitet kaluan, Ardi u rrit mes vështirësive, por kurrë nuk u ankua. Ai kuptoi se çdo pengesë ishte si kokoni i fluturës, dhimbja që të jep forcë për të fluturuar. Kur më vonë u bën një njeri suksesshëm, nuk harroi kurrë mësimin e gjyshit. Jeta nuk të thyen për të shkatërruar, por për të bërë më të fortë. Mesazhi: mos kërko një rrugë pa vështirësi, kërko forcën për t'i përballuar ato, sepse çdo njeri që fluturon ka kaluar më parë përmes një kokoni dhimbje e durimi.